Për mëngjes, sot e kam përgatitur një pjatë kështu të përzimit pak me karota, humus, tranguj, djath, domate, vasa. E gjithashtu tash kam i bërë edhe 1-2 vezë këtu. Vezë i kam kështu më herët, do të thonë pa nxehtë mirë për tëra për shkak se kam i bërë scrambled eggs, që pa them ai Gordon Ramsay. Po, kam i bërë do të thonë dalë gati kështu të i përzim. Gati se u po. Hello. Më në fund më ka ardhur Erina mas një jave. Dhe tash të shtum shpejt më u tregu sa në të vogla kyçi që i ka blerë në Kosovë. Dhe gjithashtu edhe më provu mikrofonin për shkak se prej se kena blej, kena provu një herë sa po punon, po nuk e dina se sa efektiv është. Kështu që hajde Erin fillo. Do kemi një borse me Mickey Mouse. Gjynaj më shumë mikut. Ma dhe kemi një borse për qelsa tjetër me dresën e laminja molet. Po, cilën Erina normal ka dashur me pasën të rafinjes. Po. Për shkak se ka dhe dresën e rafinjes, po s'ka gjetë, kështu që i ka marrë laminja malin. Po. Okay. Ma dhe kam edhe një lip gloss që më ka bler dikush prej familjes sëmë. Faleminderit qam. Edhe më sepshune Erinën se pak më të kështu zani pak se që kam dukut është smuk, këtë që s'ka shumë energji, kurse one jam pak e latë, që në përgjithësi, dyja s'kena shumë energji. Ma dhe kam edhe një lip gloss tjetër që është në burta kullurës edhe është e kafshume. Është në qëtë formë si apullore, si popsicle për duket. Edhe për duket që është të i duke, të thonë transparente në ngjyra, po në fakt është pembe, edhe një pembe mjaft e bukur, cilën ja provova Erinës më herët edhe nuk delke, do të thonë ngjyra. Se më në thonë nuk e di. Ama në fakt këtu nejtë, këtë so bëjke edhe ma pembe. Po, 5%, shik me nisë. Për darkë sonte vendosa me bu sallat me patate, kështu që fillojna më spori me vendosin në furrë të kësaj, do të thonë qiqrave ose të nuhutit me patatet, cilat i kam bën me vaj ulliri dhe i kam shtu edhe erëza ndryshme si biber të kuq, biber të veget, majdonos të ngjashme. Ashtu i vendos në furrë dhe nga ana tjetër filloj me përgatitur edhe sallatën. Salata është sallatë të thjeshtë me marull, domate, tranguj, kurse përveç atyve kam shtu pak gjizë edhe kam vendosin një lloj sosi, e cila në fakt nuk është sos, po vetë një përzierje e humus me limon, cilën pastaj kam shtu sipër. Të të full? Parë me në të zëmë. Gabimisht. Ama zaten të nejtë shpent, që tam të herë da një pak, dhe ta shina me mamin edhe me Erinën në skejt, po shok me edhe shtë të tonë. Këtu kompletet de facto shumë të lezetshme me i pa kështu, ama nga ona tjetër për duken edhe pak si pijama, orna. Mëngjesin kësot jam të bu pak ma vonë se tjera ditë për shkak se nuk ke që ke shumë mund. Jam të bu të shonë nxejt, po këtë herë të bu me kakao, jam të bu me kanil. Kësoj kena mja
mbledh sipër edhe një pishk. Në fakt nuk është pjesht, është nektarinë. Përshëndetje. Pekara. Edhe tahin. Si përfundim, pjata duket kështu. Ta provojna. Bismillah. Fakit se sot sharu komplet në tregu se që kam hungur për dark, po të tregoj tash, kam hungur një salat me falafella, dhe tash shkua për snack, kam të hungur një akullore edhe të pi një kafe. Komple benim olacak ve birkaç şey değişecek burada. Hemen gösteriyorum size. İlk önce şu Këto pjesë që i pa dhe tash, fakt janë ingjizu para 2 mujve dykon, për shkak disa arsye personale, fatkeqësisht. Nuk kam mujt me postu, kështu që vendosa që tash me bëj editimin dhe me jetë tash. Shpresoj që ju ka pëlqyer video, ka qenë sa më bukur dhe shpresoj që shihemi në për video tjera sa më shpejt edhe ju me një hapësirë kaq të madhe midis videove. Po, faleminderit që keni pritur tash. Kalofshi sa më bukur.